Çka mendoni për profesorin Xhbedis Pahiu që ishte në vizitë tek gjyriçja ai që kanë arrestuar njësia speciale edhe që është ministri i punëve të jashtme, kur dihet që Ministria e Punëve të Jashtme investon edhe financon shumë në mosnjuhjen edhe në lobimin e mosnjuhjes të Kosovës. Çka mendoni ju për këtë gjest? Nuk e ka as flamurin e Kosovës, se zakonisht kur ka qenë këtu na ka kritikuar pse se mboni. Ky se pas ka pas këtë rast. Çka mendoni komandant për ti po filloj? Për me. Po. Që ti e ka gjakun e. Që ti ku i dham zemrën që ty ka shku. Ai ka thonë nesër me dashur në luftën me Shqipërinë, ama komunistët është i përbetuar. I Serbisë është i përbetuar. Absolutikisht, nëse nuk e di çfarë misioni ka shkuar, por sipas bindjes time është e papranueshme. Mision diplomatik nuk besoj që ka, se nuk ka ndonjë funksion. Për atë dhe me dol një fotografi i tillë me personin. E ka shpërndar vetë profesorin Xhbedis Pahiu. Unë po them, me thënë drejtën kjo nuk ja vlen, sa për këtë onestime, nuk e përkroj absolutikisht këtë takim tina. Kjo tregon bash tash që është proncuar në fundit se unë kam bërë për Kosovën ma shumë se 100 ushtarë të UÇK-s që ka luftu. Po shihë. Kjo absolutikisht nuk është e duar. Bravo, i lumë. Për të ardhë kesë, të më drejten. Edhe një foto tjetër e kena të komandant Ismet Taurës, po? Kjo është foto e vrasjes di komandantëve të mi në 6 nëntor 1998. Kjo është bajt me 7 nëntor ku janë thirë populata e komunës Rahovec në marrë pjesë në ceremonin që kemi bë hapjen e pamjes në Reti. Kjo është vllavi i Selajdin Mullabazit Micit. Në atë ko me obligim kështu ushtarët sa kemi qenë 140-50 vetëm kanë bërë komandant në atë moment vrasjes 2 komandantëve tonit edhe Micit, mu kanë obliguar ushtar, kanë bo komandant deri 1999 në fund, kur ka ardhur Skender Hoxha, kur unë e kam ndru veten me Skender Hoxhën, pastaj kam kalu në zonën e pashtrikut në komand të Drinit. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë për ne, për gjithë ushtarët aty, sepse kemi qenë në një vend në Reti të Ult, ku ajo kufizohet me hoqën e madhe, me forcat më të mëdha serbe të krejt komunës Rahovecit që kanë ekzistu, edhe me fshatrat për rreth që kanë qenë gjysa me serb. Më thënë të kufizum me serb për rreth. Opterusha me serb, edhe një fshat para opterusës me soqës, kisha sërbe që është aty të shumë për qëllaj. S'ka rëndësi. A shkojmë edhe pyetjen e fundit, po pyetja e fundit që kanë dalë domethënë është një foto ku shpresat kanë qenë shumë të rënda që na do të bjetojmë. Shpresat kanë qenë shumë të rënda që na në momentin kur të vritën 2 komandantët është shumë e vështirë. Plotësisht e kuptueshme. Edhe pyetja për fund, nëse e keni po që kohën e fundit ka dalë disa përgjime të një agentit të BIA-s, Hizri Selimi, komandant, po besoj i ke po atë. Çka s'den këtë Kosovë, ma? E tha ma herët që 72.000 vetë. Pa, nuk është që di ma çka mos me ndëgju dhe me ndi ma në këtë Kosovë. Tash, ma shumë duhet më tut në Kosovë se me ikë Serbi. Ma shumë duhet më tut në Kosovë, se janë zirtarizu punëtorët e UDB sërbë, në përmetet i keni tash ma shumë ata se sa ushtarë të UÇK-s. Ka po pretendon këtu? Ka medje që dalin haptës edhe janë prononcu, më para 4-5 muaj janë prononcu u të bashët e vjetër që nuk kemi re, nuk kemi bua atë sa ka qenë dasht me re. Shqiptarë. E ki fjallën për me Ljosin që tu ka thënë? Shka po di, kush tek të është, ju i dini ma mirë, masë më shtini unë, mi folë, dash haje ti, jo haje ti, jo haje ti, treguaj ti. Dhe me thonë që shtoj kom një të thonë ato? Po jo vetëm aj, po shumë tjerë, po qështu është punë. Kur zilitarizohen, kur qeveri zilitarizon, edhe kur mediat e Kosovës nuk guxojnë me bo asë 1/4 sa kanë bo kundër ushtrisë qërimtare Kosovës edhe qytetinëve krerëve që janë atje, në kohë i keni qytera tradhtare, bashkëpunëtore, në shkrusht,
gjykatës speciale, jo kushtetutës, jo gjithë shka i keni shajt. Vetëm ju e din edhe Zoti e din. Për këto, vallaj, s'keni guxu me qelë gojën. Te diku, te një masë diku dhe shujt. Pasana za këtë dëgjuti për agent të bjes që disa përgjime që ka ndollë të zërëtërinit? Thëmë drejtën, kam dëgju diçka rreth portaleve, mirë po muna me thonë mendimin që tha, e një njeri nëse një shqiptar që ndrën në atë anën e okupatorit serbë, ep informacione për shtetin e Kosovës, për sigurinë e Kosovës, atëherë si shta e nderume, vetë siguria e Kosovës ka nëse për njerëzve që në brenda këtu, prej atyre që faktikisht është mas paku, është dashur që absolutikisht të jene në shërbimin e vendit, të jene në shërbimin e shtetit, të jene në shërbimin e sigurisë tonë, e jo në shërbimin e mjetëve të informacionit tuj, atëherë kjo nuk ka koment, absolutikisht edhe ndaj mendimin plotësisht në të që njerëz të tillë duhet merren institucionet e vendit, institucionet e rendit, institucionet e sigurisë dhe që thash për spionik të thonë komu liru ashimi këtë vetë për se një të asnjonën. A komu liru o burra jo? Unë kam mendu që do të lirohet. Po? Kam mendu që ardhja Trumpit do të liron. Po, si që peshoh tash, asë nuk për interesan çështja e Kosovës fare. Me dhenjen e votave në zgjedhjet e fundit. Po, vëleja që i puni kërkesë Richard Granit dhe qka me donë? Kanë pa që na nuk javlen, nuk jemi Amerikanë, na jemi prorus. Pse? As nuk jemi fetar, as nuk jemi koptar. Na, prej 94% muslimanve që jemi në Kosovë, i kemi dhënë familjes, për mbrojtjen e fesë dhe familjes, 2.5% vota. I kemi dhënë partisë që tregove gjithë parallën edhe të Kurtit, edhe qëtinve ministrave, qëtinve qenë aty, i kemi dhënë 40%, edhe partive tjera krejtve i kemi dhënë edhe një 42-43%, edhe është ka pa Amerika se ku jemi, edhe nuk da me upë ku ajo. A ke upë shpresa që ku më liru? Ja, unë nuk upi shpresa në drejtsinë e Zotit, nuk upi shpresat. Unë një e di që neve Zotit nuk ka më na upë. E vërtet, bravo. Gjakun e dëshmorëve, herojve të kombit, nuk kam upë. Letë mundohet e tërë bota, po unë po ju them që luftën e shenjtë të UÇK-s, letë qohët krejt bota, nuk kam me mujtë me shumit, se është luftë e shenjtë. E vërtet, Basanas? Unë mendoj... Edhe ata kanë me dalë fitus. Edhe pa që barë dhe matë volë se sa kur kanë lidhë. Se adre me pyetjen shumë pyetje me rëndësi, ato që theti, kam bindën që the as të dhash përgjigjen, mendimi im është të lirohet sa më shpejt dhe kam bindën që atë moment që do ta merr vendimin final gjykata speciale ndaj Kosovës, do të lirohet Hashim Thaçi me shok. A ke bindën se ke pasonë edhe 3 opcione? Herën e parë në intervistë ke përmend 3 opcione se çka mund të mendoh? Po, faktikisht se qëre ne përmenim pak më herët, gjykata që u formuan nuk është formuar që me shpall këta njerëz të pafajshëm. Ata janë formuar me qëllim që njerëz që kanë sill deklarata, dhëna dëshmi të rrezikshme, përmendë pak më herët ka raste, unë befasova kur i përmend aq numër kaq të madh shqiptarë. Nuk e kam sinqerisht po them, nuk e kam ditur, nuk kam guxuar me besuar që aq shumë dëshmitar shqiptar do të shkojnë në gjykatën e Hagës dhe do të dëshmojnë kundër njerëzve të luftës, njerëzve të shtetit të Kosovës. Cilat janë 3 opsionet e mundshme? Unë kam opcioni, e kam thënë pak më herët, opcioni i parë është që faktikisht të gjithë të akuzuarit, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi do të shpallen pafajshëm, bazë të gjeturave, bazë dëshmive të rrezikshme, argumente të gjitha ato, e përmendë pak më herët edhe është një luftë e pastër, është një luftë unike, është një luftë e shenjtë që kanë zhvilluar për mbrojtjen e familjes. Edhe besoj nëse nisin ato opcione për mbrojtjen e familjes, për mbrojtjen e vendit, për mbrojtjen e pragut, shtetit të Kosovës, opcioni i dytë mund me pas shumë një dënim shumë simbolik, domethënë këta njerëz janë veç në borë që disa vite. Domethënë mos gabofsha viti 5 apo po i afrohet vitit 5, domethënë merrem me mend veç 20 vite janë bë si burgosë, si ndaluar në burgun e Hagës. Domethënë që është edhe kë
që disa prej tyre, ndoshta, disa jo, po ndoshta ndonjëri prej tyre do të merr një dënim sa ka qëndruar deri tash. Mendimi jam thash Zoti që edhe ai mos të jetë që një numër shumë simbolik. E opsioni i tretë? Edhe opsioni i tretë, kjo gjykatë në bazë besoj që ata dëshmitarë që kanë shkuar mirë, po nëse shumica absolute shqiptarëve dëshmitarë që kanë shkuar aq numër i madh kanë dalë me disa këto akuza që mbrojtja nuk mundet me kundër argumentu, me fakte dhe me baza që i ka ato dona, mundet me qenë edhe një dënim i disa personave, dash Zoti sa më E jo. kanë dënuar Calin për Jo, shkak të Po edhe Calin edhe kryesore janë që ta 5 që i përmendim, do të thënë prej Hashimit deri te Recep Selimi edhe katër mbuk. Jakub. Po. Që që janë Hashim tha që Kadri Veçeli, Recep Selimi edhe Jakub Krasniqi, Calive që dënuan, po ndoshta ka gjasa me ju zbut dënimi edhe atij. Po ata, të gjithë ata që kanë dëshmuar kundër krerëve të UÇK-s, nuk mund dëshmojnë asnjë dëshmi që ata kanë bërë krime vetë.